Numri i pacientëve që vuajnë nga sëmundjet kronike të veshkave po shkon drejt rritjes, referuar statistikave në Shqipëri, 1 në 10 persona në moshë adulte janë të prekur nga sëmundja kronike e veshkave, e cila nëse nuk trajtohet mund të jetë vdekje prurse. Mjekja nefrologe Marsida Duli në një intervistë për Syri Televizion rendit disa faktorë që ndikojnë në sëmundjet renale, teksa tregon se vihet re shtimi rasteve edhe në mosha të reja. 1 ndër 7 adult vuajnë nga sëmundjet e veshkave. Këto janë statistika botërore, për cilat përkrah është edhe Shqipëria njëkohësisht. Shifrat janë shumë të larta, por nga ana tjetër, pjesa më e madhe e këtyre kanë edhe vdekshmëri të lartë. Problematik nuk është vetëm numri, problematik është edhe shfaqja në moshat gjithnjë më të reja. Sipas specialistëve, diabeti dhe hipertensioni janë armiqt më të mëdhenj të veshkave, por sëmundja mund të avancojë nëse nuk trajtohet në kohë. Ndaj thirrja kryesore e mjekëve shkon për sensibilizim të qytetarëve që të mos neglizhojnë kontrollet shëndetësore. Të gjithë diabetikët në një farë periudhe pas shfaqjes së diabetit, pra qoftë diabeti tipit parë, diabeti tipit të dytë, ato pësojnë një dëmtim të veshkave. Të gjithë pacientët që vuajnë nga tensioni duhet kontrollojnë aparatin e tyre urinar. Pra, shifrat e tensionit, shifrat e obezitetit po afrohen gjithnjë edhe në mosha më të reja. Kjo dhe shkaqet për stilit e jetesës, mënyrës së ushqyerit, aktivitetit fizik, stresit, po vinë dhe afrohen në dekadën e 3, 4 të jetës. Shëndeti i mirë i veshkave është e barabartë me një vlerësim periodik të herpashershëm me ose pa ankesa të qytetarit të funksionit të veshkave. Kjo përmes një analize gjaku dhe përmes një analize urine. Të dhënat tregojnë se vdekshmëria nga sëmundjet renale kronike rritet çdo vit, me këto ritme është shkaku i 5 kryesor i vdekjeve në botë.